Nderuar shikues, mirëmbrëma, do të njihemi bashkë me edicionin qendror të lajmeve këtu në kanalin 7 dhe të tjera do të ndiqni. Zbardhet rrëmbimi dhe vrasja e një të riu 21 vjeçar nga Bureli 5 vite më parë, SPAK lëshon 4 urdhër arreste, krimi kishte motiv hakmarrje. Policia e Tiranës zbulon një magazin ku përgatitet shpërndarja e lëndëve narkotike, arrestohen 5 persona, sekuestrohet kanabis dhe kokainë. Kryeministri Rama takohet me drejtuesit socialistë të komisioneve parlamentare, diskutohet veprimtaria e kuvendit dhe bashkëpunimi me qeverinë. Alarm në Kosovë nga disa dronë të huaj që kanë shkelur hapësirën ajrore, dyshohet se ata janë nisur nga Serbia, policia njofton kthorin për incidentin. Djojmë gjërësish, prokuroria e posaçme ka zbardhur rrëmbimin dhe vrasjen brutale të 21 vjeçarit nga Bureli, Klevis Leshi. Zbërthimi i telefonatave SKCC ka zbuluar 4 persona të përfshirë në krimin e vitit 2020, për të cilët janë lëshuar urdhër arreste. Bëhet fjalë për sagën e hakmarrjes mes 2 familjeve nga Bureli, që deri më tani ka shkaktuar 5 viktima. Vrasja makabre e 21 vjeçarit Klevis Leshi nga Bureli 5 vjet më parë është bërë për gjakmarrje. Për të ekzekutuar të riun janë paguar 50.000 euro. SPAK ka arritur të provojë se rrëmbimi, zhdukja e më pas edhe groposja e tij ka ndodhur nga një grup i strukturuar kriminal. Është pikërisht gjakmarrja përmes organizatës kriminale, akuza që rëndon mbi 4 personat, për të cilët është lëshuar flet arrest, si dhe pastrimi i parave. 2 prej tyre, Sabanuzi dhe Samet Loka, të dy 31 vjeç, përfunduan në pranga mes natën e 26 shtatorit. Organi akuzës ka faktuar se porosici është Aurel Hoxha, i njohur edhe me emrin Aurelinho Kalaveri, 36 vjeç, dhe Sajmirko Laveri, të cilët u shpallën në kërkim. Në pronësinë e Aurel Hoxhës është i lokal në të cilin hetuesit zbarkuan në të gdhirë të mëngjesit të së premtes. Prokuroria e posaçme ka zbardhur krimin e rënd pas transkriptimit të SKCC. Klevis Leshi u zhduk pa gjurmë në 2020-ën, ndërsa 3 vjet më pas, hetuesit arritën të zbulojnë se mbetjet kockore të gjetura nga banorët e zonës në fshatin Shpërdhet të Kurbinit i përkisnin pikërisht atij. Kjo pasi eshtrat e 21 vjeçarit ju nënshtruan analizës së ADN-s nga Instituti i Policisë Shkencore. Klevis Leshi është një nga 5 viktimat e gjakmarrjes mes 2 fiseve. Arben Leshi, që u vra në burgun e Peqinit në mes të dhjetorit të 2023-shit, teksa vuante dënimin, është i fundit. Ai ishte një emër i njohur për drejtësinë shqiptare dhe atë të huaj, për çeljen e sagës 11 vjeçare të gjakmarrjes, që filloi në vitin 2012 në Britaninë e Madhe. Arben Leshi asë kohë 27 vjeç, raportohet nga mediat britanike se ekzekutoi e më pas i dogji bashkëfshatarit të tij trupin në një automjet. I vdekur mbeti 29 vjeçari Agim Hoxha, vëllai i Aurelit, për të cilin SPAK ka lëshuar urdhër arresti. Kjo vrasje besohet se ndodhi për hesape të pambyllura droge. Për këtë ngjarje, ai u dënua nga gjykata britanike e Winchester me burgim të përjetshëm në vitin 2013 e më pas u ekstradua drejt vendit tonë në vitin 2016. Pas këtij krimi, pjesëtarët e fisit Hoxha u betuan për të mos lënë asnjë mashkull gjallë të familjes Leshi. Në vitin 2013 u vra në prit xhaxha i Arben Leshit, Xhavit Leshi, ndërsa në vitin 2016 u qullua para derës së shtëpisë Hayreddin Leshi, babai të vrarit në burgun e Peqinit. Po nga e njëjti fis në vitin 2017 u rrëmbye dhe u zhduk në Kamëz Artan Leshi. Megjithatë, në asnjërin nga këto vrasje, policia nuk ka mundur të gjejë dot autorët. Pas çdo vrasjeje apo zhdukjeje, janë marrë në pyetje anëtarët e familjes Hoxha nga fshati Shqefën i Matit. Por ata kanë mohuar që të kenë dorë në këto krime. Kjo është hera e parë që prokuroria ka vënë gishtin e akuzës ndaj Aurel Hoxhës. Komunikimet në WhatsApp dyshohet se fundosën kryebashkiakun e Kolonjës, Erion Isaj, i cili është marrë tashmë i pandehur nga SPAK. Ndaj tij rëndon akuza e shpërdorimit të detyrës lidhur me disa tendera. Kryetari i Bashkisë së Kolonjës Erion Isaj është vënë në akuzë nga SPAK për shkeljen e barazisë në tendera. Bëhet fjalë për 4 procedura tenderuese, vlera e të cilave sipas prokurorisë është fryrë në mënyrë që në fund të përfitohej nga kreu i bashkisë dhe 6 personat e tjerë të marrë të pandehur. Tenderat lidheshin me ndërtimin e rrugës Korçer-Sek dhe ujësjellësi të 13 fshatrave të Kolonjës, si dhe supervizimet respektive të secilit projekt.
Në dosjen e SPAK janë zbardhur komunikimet e tij me Entela Çanon, administratoren e kompanisë që zbatoi projektin me vlerë 3.8 milion lek pa TVSH. Nga komunikimet në WhatsApp vihet re se kryebashkiaku Erioni Saj dhe Çano diskutojnë hapur për uljen e parametrave të ndërtimit të rrugës dhe shumat që duhej të paraqiteshin, duke treguar se procedura ishte orientuar paraprakisht në bashkëpunim mes zyrtarëve të bashkisë dhe kompanisë që u shpall fituese. Më duhet deri të premten lista me emrat e fshatarëve dhe vlerat për çdo fshat vëlla. Një zjarr, të lutem. Pa merak, do bëj të pamundurën që të premten t'i dorëzojmë. Je yll. Nesër paradite mendoj se mund të kemi diçka, po sforcohemi shumë për të arritur vlerën 230 me TVSH. Jam e sakt, ma konfirmo të lutem. 330 është maksimumi. Kryetari i Bashkisë së Kolonjës, Erioni Saj, akuzohet se veprën penale të shkeljes së barazisë në tendera e ka kryer në bashkëpunim me antarët e zbatimit të projektit dhe administratoren. Hetimi nisi pas dy kallëzimeve, njëri në vitin 2020 dhe tjetri në vitin 2024, ndërsa nga dosja mësohet se po vijohet me verifikimin e një tjetër akuze, asaj të falsifikimit të dokumenteve. Agentët e antidrogës zbuluan në periferi të Tiranës një magazin ku mblidhej dhe përpunoi lëndë narkotike. Policia gjeti një sasi kanabisi si dhe kokain, ndërsa sekuestroi automjete dhe disa telefona celular. Droga siguroi në Durrës dhe më pas shitej në lokalet e kryeqytetit. Ishin hetimet e komisariatit numër 4 në Tiranë që zbuluan një magazin në afërsitë të Tufinës që përdorej për fshehjen e lëndës narkotike ku ishin të përfshirë të paktën 5 persona. Këta të fundit kanë përfunduar në pranga pas operacionit policor. Blut sekuestruan 9 kg kanabis, një sasi kokaine, 2 armë zjarri, 2 armë të ftohta, 2 automjete, 6 celular dhe sënde të tjera të kundërligjshme. Në pranga kanë rënë Gjoj Zina dhe Angelina Koçi, dy të rinj që shikonin në foto rezultojnë të fejuar, ku të dy ishin të përfshirë në këtë skemë kriminale. Burime nga policia bëjnë me dije se Zina dhe Koçi dyshohet se me një automjet tip Toyota Yaris kanë marrë sasinë e drogës nga Sukthi dhe e kanë sjellë në Tiranë. Ata kanë fshehur në magazinën në afërsitë të Tufinës, e cila është në pronësi të Redion Kuqit, i cili rezultoni përfshirë në trafik. Erdi Gjeriti kishte rolin e rojës së magazinës që të mos villej malli. Gjeriti gjithashtu dyshohet se ka shoqëruar çiftin me një automjet tjetër kur kanë sjellë drogën nga Sukthi në Tiranë. Ndërsa Ardit Qitaku në momentin e operacionit të komisariatit numër 4 ka qenë i pranishëm në magazin ku janë sekuestruar disa doza kokain. 5 të arrestuarit kanë pranuar akuzat dhe kanë treguar skemen që përdornin për aktivitetin kriminal. Hetuesit kanë dyshime se ata janë të përfshirë në trafikun e drogës prej të paktë një viti. Lëndë narkotika ata e siguronin nga një grup kriminal në Sukth dhe me pas e sillnin në magazinën në Tufin, ku e përgatisnin për ta shpërndarë në doza më të vogla. Kontrolli u krye në një magazinë në rrugën Muslim Keta. Policia dyshon se ka dhe persona të tjerë të përfshirë në këtë aktivitet kriminal. Prokuroria e Korçës ka sekuestruar një hotel dhe disa prona të tjera në emër të Endri Buliçka. Nga hetimet e kryera, ai rezultoni përfshirë në trafikun e lëndëve narkotike. Endri Buliçka kishte deklaruar se ishte i punësuar si kamarier në një lokal në Pogradec, por nga verifikimet e kryera doli se regjistrimi ishte fiktiv. Prokuroria thotë se një hetim disa vjeçar provoi se të ardhurat nga aktiviteti kriminal i trafikut të narkotikëve në Itali dhe Spanjë janë investuar në pasuri të luajtshme dhe të paluajtshme në emër të Buliçkës dhe familjarëve të tij. Transaksionet bankare të kryera prej tij ndër vite paraqiten në vlera të konsiderueshme monetare në lek dhe valutë të huaj, për të cilat nuk justifikohet burimi i krijimit. Në përfundim të hetimeve, policia sekuestroi hotelin Riç në Pogradec, aparate, troje, si dhe disa automjete në emrin e tij dhe të familjarëve. Pas miratimit në kuvend të komisioneve, Kryeministri Edi Rama mblodhi drejtuesit e tyre dhe grupin socialist në Vilën 30. Mësohet se fokusi ka qenë tek prioritetet e legjislaturës së re dhe puna e komisioneve parlamentare, nga të cilët 7 drejtohen prej socialistëve dhe pjesa tjetër i takojnë opozitës. Disa ditë para nisjes së punës së komisioneve parlamentare, Kryeministri Edi Rama dha dhe porosit paraprake për grupin socialist. Kryeparlamentari Niko Peleshi, kryetarët dhe nënkretarët e komisioneve, si dhe kreu i grupit parlamentar, u mblodhën në një takim në Vilën Qeveritare 30, ku u njohën me prioritetet për punën gjatë legjislaturës së 11.
Në takimin që zgjati një orë e 30 minuta, mësoi se kreu i qeverisë nuk kishte porosi të veçanta mbi ligje specifike që duhen miratuar. Megjithatë, burimet cilësuan si një takim rutinë që zhvillohet mbi koordinimin e punës mes grupit parlamentar në Kuvendin e Shqipërisë dhe qeverisë. Tashmë, mazhoranca do të ketë në ndrejtim 7 nga 11 komisione, ku pjesa tjetër i mbetet opozitës. Por komisionet do të nisin punën me volum, ku mbeten ende njësër çështje që do të diskutohen në parlament. Raportimi i institucioneve, punë kjo e mbetur që prej legjislaturës së kaluar, pritet që të nisë menjëherë, ndërsa do të jetë përbërja e re parlamentare që do të shqyrtojë kërkesat e tyre. Një tjetër çështje e mbetur pezull është zgjedhja e avokatit të ri të popullit. Post që Rinda Ballanca tashmë e mban prej rreth 3 vitesh, por mos dakordësia mes palëve politike ka sjellë boshllëk. Reforma zgjedhore dhe ajo territoriale gjithashtu do të nisin diskutime së shpejti, teksa mazhoranca nuk ka humbur kohë për të emëruar dhe drejtuesit, Damian Gjiknurin dhe Arbian Masnikun. Dilem mbetet ndryshimi i kushtetutës, e paralajmëruar nga kryeministri Edi Rama gjatë asamblesë së Partisë Socialiste të 11 shtatorit, por që ende nuk ka një plan konkret. Lideri i opozitës ka akuzuar kryeministrin për mbajtjen e kontakteve me kartelet e drogës, duke ju referuar shkrimit të një gazetari italian. Sali Berisha i kërkoi dorëheqjen e Edi Ramës dhe paralajmëroi se në rast se kreu i qeverisë refuzon largimin, do t'i drejtohet SPAK-ut. Kryetari i Partisë Demokratike Sali Berisha kërkoi sot dorëheqjen e kryeministrit Edi Rama. Në themel të kërkesës së liderit të opozitës qëndron një shkrim i gazetariit italian, Trokja, i cili pretendon se ka dokumentet hetuesve italian, që tregojnë se përfaqësues të qeverisë të drejtuar nga Edi Rama janë takuar në vitin 2019 në një ishull në Karaibe, në Aruba, për të negociuar me persona që merren me trafik droga. Ti nuk mund të jesh kryeministri i një vendi, antar të NATO-s, antar i Këshillit të Evropës, në një kohë kur ti zhvillon dhe takime me kartelet dhe klanet botërore të drogës. Sipas Berishës, opozita do të bëjë gjithçka për zbuluar të vërtetën për këtë çështje. Shqipëria ka një kryeministër dhe ministra të cilët udhtojnë me charter 13.000 milje për të takuar bost shqiptar dhe latinoamerikan të drogës. Lideri i opozitës paralajmëroi se do t'i drejtohet organeve hetimore për të zbardhur këtë aferë. Nëse Rama nuk jep dorëheqjen, do të jetë i padi në SPAK, por do shohim tani ligjet ndërkombëtare me shpalljen e karteleve si organizata kriminale, nëse mund të bëhet padi dhe në gjykatë ndërkombëtare. Në datën 23 shtator, në gazetën italiane Domani u publikua një artikull i cili bazohet mbi librin e gazetarit italian Trokja. Ky i fundit pretendon se nga hetuesit italian ka marrë dokumenta që tregojnë se nga data 24 deri në 31 janar të vitit 2019, përfaqësuesit më të lartë të organizatës kriminale janë takuar në ishullin Aruba e prezent kanë qenë përfaqësues të papërcaktuar qeverisë shqiptare në detyrë. Gazetari pretendon se qëllimi i takimit ishte të përcaktojë një marrëveshje tregtare në të cilën udhëheqësit shqiptar do të jepnin leje ndërtimi për një kull në Tiranë. Partia Demokratike do të nisë të hënën negociatat me partitë opozitare për zgjedhjet që do të mbahen në 6 bashkitë e vendit. Pjesë e grupit negociator është sekretari i përgjithshëm Flamur Noka, drejtuesi politik për Tiranën Belind Kolliçi dhe Ilir Ali Mehmeti, një prej figurave më të votuara të opozitës të zgjedhjet e 11 majit. Burime brenda PD bëjnë me dije se negociatat do të zhvillohen me të gjitha partitë opozitare duke përjashtuar lëvizjen bashkë të Arlind Qorit që i përket ekstremit të majt. Partia Demokratike synon që në zgjedhjet e pjesshme që pritet të mbahen brenda pak javëve të hyjë me koalicionin më të gjerë të mundshëm. Në përfundim të bisedimeve me forcat e tjera politike, pritet që PD të shpallë edhe kandidatët për 6 bashkitë ku pritet të mbahen zgjedhjet e parakoshme. Bashkitë që pritet të shkojnë në zgjedhje janë Bashkia e Tiranës, Vlorës, Beratit, Tepelenës, Matit dhe Cerikut. Dronë që dyshohet se kanë hyrë nga Serbia kanë shkelur hapësirën ajrore të Kosovës. Lajmi është konfirmuar nga drejtori i përgjithshëm i policisë, i cili ka vënë menjëherë në dieni Kforin, por misioni i NATO-s e ka mohuar futjen e dronëve brenda territorit të Kosovës. Autoritetet në Kosovë kanë deklaruar se hapësira ajrore e vendit është shkelur nga dronë të dyshuar të futur nga Serbia.
Drejtori i përgjithshëm i policisë Gazmend Hoxha tha këtë të premte për mediat se misioni paqëruajtës i NATO-s është vënë në dieni për këtë shkelje. Gjatë ditëve të fundit kemi pas fluturime dronëve që ne po dyshojmë që vinë mbi territorin e Serbisë në pjesën veriore të Kosovës. Policia është në kontakt me KFOR-in, jemi duke monitorimin dhe me pas se çfarë mund të bëhet. Hapësira e ulët ajrore menaxhohet nga Autoriteti i Aviacionit Civil të Kosovës dhe kompania hungareze Hungarokontrollit, por në përputhje me rezolutën 1244 të Këshillit të Sigurimit të Kombeve të Bashkuara, përgjegjës për sigurinë është komandanti i KFOR. Hoxha tha se futja e dronëve të huaj në hapësirën ajrore të Kosovës është e rrezikshme për pjesën e kufirit, por për qytetarët jo. Ndërkohë, misioni paqëruajtës i NATO-s në Kosovë, KFOR, në një përgjigje për Radio Europa e Lirë, ka bërë me dije se nuk ka vërejtur ndonjë hyrje të dronëve nga jashtë në hapësirën ajrore të Kosovës, që mund të ndikojë në sigurinë e gjithë vendit. Gjatë kësaj jave, krerët e Kosovës, presidenti Osmani dhe kryeministri në detyrë Kurti ndodhen në SBA ku po zhvillojnë takime dypalshe. Muajt e fundit, presidenti Trump disa herë ka deklaruar se ka parandaluar një përshkallëzim mes Kosovës dhe Serbisë. Tu kemi përfunduar, më falenderoj për vëmendjen, bashkë natën e mirë.